2 javë pas fitores së thellë në 11 maj, kryeministri Edi Rama ka thirrur në një takim kandidatët dhe deputetët e parlamentit të ardhshëm. Në një fjalim që zgjati më shumë se 45 minuta, ai paralajmëroi ndryshime në qeveri dhe në udhëheqjen e Partisë Socialiste. Duhet të bëjmë disa gjëra ndryshe, u shpreh ai gjatë fjalës para deputetëve socialist, ku shpalli dhe objektivat e mandatit të katërt. Rama e cilësoi mandatin e katërt si një moment historik për vendin dhe për mazhorancën. Partia s'është qëllim, po mjet për të luftuar për qëllimet. As fitoria në zgjedhje nuk është qëllim vetvete, por për të arritur qëllimet duhet të fitosh zgjedhjet. Fitoret nuk na duhen për të mundur të tjerët, ky nuk është sport, edhe pse ngjan shumë me sportin. Fitoret na duhen për të përmbushur misionin historik që kemi. Për të ndryshuar përgjithënjë Shqipërinë, duke zhvilluar ekonominë, garantuar drejtësinë, përmirësuar arsimin dhe shëndetësinë, forcuar sigurinë, rritur reputacionin ndërkombëtar, ta dheu ton dhe bërë histori me antarësimin e vendit ton në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Kemi mësuar se për ta vënë tërësisht në funksion të këtij vendi një fitore të arritur, na duhet një punë e madhe me veten në radhë të parë. Përsëri këtë herë, po akoma më shumë se çdo herë, me ende më shumë thellësi dhe vendosmëri, duhet ta nisim nga vetja për ta ndarë mendjen si duhet mbi disa gjëra që duhen parë ndryshe, duhen kuptuar ndryshe dhe duhen bërë ndryshe. Në nivelin e udhëheqjes partisë, të grupit parlamentar, të qeverisë, padyshim dhe kur flas për nivelin e udhëheqjes, kam parasysh pikërisht këtë grup udhëheqjes që është këtu. Na duhet me dojmos një mirëkuptim i plot brenda nesh për të siguruar dhe pastaj për të siguruar popullin shqiptar, si edhe familjen e Bashkuar Evropiane, me fjalë të përputhura me veprat se ne do ta përdorim fuqinë e jashtëzakonshme të mandatit katërt në radhë të parë si një fuqi të madhe vetkorrigjuese. Jemi ngjitur aq lart sa askush nuk e ka besuar. Dhe duke u përpjekur të reflektoj për pse ndesinë e kësaj ngjitje, unë besoj se mbi të gjitha kjo ka ndodhur sepse kemi arritur të nxjerrim më shumë nga vetja pas çdo fitoreje.